897 ankesa, 33 vendime, vetëm 2 gjoba. Këto janë shifrat e transparencës në Shqipëri për vitin 2025. Qindra qytetare gazetarë kërkuan informacion nga institucionet publike, por në fund vetëm 2 raste përfunduan me gjobë. Nga monitorimi i kryer nga SSQJ në 91 institucione shtetërore të vendit, rezulton se vetëm 64% kishin të afishuar një numër kontakti në faqen e tyre zyrtare. 20% nuk kishin regjistër kërkesash, 7 institucione nuk kishin fare program transparence, ndërsa në 10 prej tyre mungonte plotësisht buxheti i publikuar. Institucionet më problematike ishin Ministri i Shtetit për Administratën Publike dhe Antikorrupsionin dhe Radio Televizionin Shqiptar. Por mes asaj që thuhet dhe asaj që ndodh në praktik, ka një hendek. Si gazetar, e hasim gjatë gjithë kohës. Kërkesa dërgohet, afati ligjor kalon, përgjigja vjen e pjesshme, ose nuk vjen fare. Dhe për informacionin që ligji thotë se është i yni, duhet të insistojmë, të rikërkojmë, të presim, të ankohemi, pambarimisht. Ligji për të drejtën e informimit është në fuqi prej vitit 2014. Ai përcakton afate për dhënien e informacionit dhe detyron institucionet të publikojnë vetë një pjesë të informacionit përmes programit të transparencës. Sipas tij, qytetari nuk duhet kërkojë gjithçka. Në të vërtetë, i duhet kërkojë dhe atë që tashmë duhet ishte online: një buxhet, një vendim, një kontratë, një dokument publik. Dhe kur hyn në faqet e institucioneve, informacioni mund të jetë i varfër, i paplot, i vështirë për të gjetur ose thjesht të mungojë. Shifrat e Komisionerit për të drejtën e informimit tregojnë se kjo nuk është një anomali e një viti, është një problem i përsëritur prej vitesh. Në vitin 2024 u regjistruan 939 ankesa, nga të cilat u morën vetëm 4 gjoba. Tani flitet për një metodë të re qeverisjeje, BESA, ndërkohë transparenca është kthyer në një nga kërkesat e protestave të fundit. Dhe ndoshta kjo është pika ku duhet ndalemi, sepse transparenca nuk është një term në një program qeverisës, nuk është një faqe interneti, dhe nuk matet me sa herë thuhet fjala transparencë. Matet me dokumentin që publikohet, me kërkesën që merr përgjigje, me afatin që respektohet dhe me institucionin që ndëshkohet kur ligji shkelet. Çdo qytetar ka të drejtë të di çfarë bën shteti me paratë e tij, me vendimet e tij dhe me dokumentet publike, sepse informacioni publik nuk është favor, është e drejtë. Dhe kur ke 897 ankesa, 33 vendime dhe vetëm 2 gjoba, pyetja është: a kemi vërtet transparencë? Apo kemi thjesht një faqe interneti që shumë shpesh na thot: error 404, information not found.